Gjykata e jurisë përzier në Athinë dënoi me 32 vite burg nga të cilat do të vuajë 20 shqiptarin Nardi Fatbardhi Drizi nga Vlora për plagosjen e 3 të rinjve nga Kreta në dhjetor të vitit 2023 në zonën e Gazit. Të plagosurit 2 vëllezër dhe një mik i tyre u qelluan në kokë dhe pas shpine pas një përplasjeje banale në rrugë. Idrizi u dorëzua para gjykimit pas dëmshpërblimit të plagosurve, por 2 prej tyre munguan në proces për arsye shëndetësore. Autori ka një të kaluar të rënd kriminale në Shqipëri. Në vitin 2013 ishte dënuar me mbi 13 vite burg për tentativë vrasje, vjedhje me armë dhe përleshje me policinë. Ai gjithashtu është përfshirë në një skem ulje të paligjshme dënimi në burgun e Fierit dhe së fundmi u hetua në Greqi për bashkëpunim me grupe grabitësish. Vëllai i tij Joni Idrizi u arrestua në shkurt të vitit 2024 për thyrje të masës së sigurisë dhe ka qenë më herët i dënuar në Shqipëri për grabitje të armatosura në banka e Kazino. Në prill të vitit 2024, Nardi Idrizi u shpall sërish në kërkim nga policia greke si pjesë e një grupi që merrte sende të vjedhura nga grabitës të ndryshëm.